Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, e sonte do të flasim si çdo javë tjetër me një grua shumë të veçantë dhe të jashtëzakonshme, kontributi së cilës është në edukimin e brezave të rinj. Dhe për këtë ajo ka dhënë një kontribut shumë të veçantë ndër vite, por si është ajo dhe si ka qenë kur ka qenë fëmijë do ta mësojmë përmes hapjes së kartave të jetës së saj. Kam përshtypjen që në momentin e parë që do të përmend emrin e saj ju do ta kuptoni, me mua dhe me ju është Gjulieta Mushkolaj, profesoresh universitare. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje, ju faleminderit për ftesën, është kënaqësi që të jam sot me ju në këtë emision shumë të veçantë. Është nder dhe kënaqësi edhe për ne që të kemi për herë të parë në këtë studio dhe në këtë emision për të hapur kartat e jetës tënde, siç e thash në hyrjen e emisionit, do të flasim për 3 perspektiva, nga e kaluara deri tek perspektiva e së ardhmes, ndërkohë që ju jeni një nga figurat më të njohura të Universitetit të Prishtinës për shkak të kontributit tuaj që keni dhënë në fushën e arsimit duke edukuar breza e breza të ndryshëm. Para se të vim tek hapja e kartave, profesoreshe, kam zakon t'i rikthej të gjitha hyneshat në retrospektiv si kanë qenë ato kur kanë qenë fëmijë. Kam përshtypjen që gjithë studentët tuaj dëshirojnë të dinë më tepër se si ishte profesoresha kur ishte në fëmijërinë e saj. Po, unë kam lind në Prishtinë, prindrit e mi në atë periudhë kanë qenë prej njerëzve më të shkolluar. Kosova ishte vend që kishte analfabetizëm të madh. Shumica e njerëzve që shkolloheshin në atë periudhë shkolloheshin për të bërë mësues dhe për ta ngrit arsimin që ishte baza e zhvillimit këtu. Prindrit e mi kanë studiu në Zagreb në atë kohë edhe në Beograd. Baba im ka studiuar për shkencat politike, bashkë me marrëdhënie ndërkombëtare, derisa nëna i ka studiuar politikën sociale dhe shkencat e punës sociale. Nëna ime ka studiuar në Zagreb fillimisht, mandej ka vazhdu me i përfundu studimet në Beograd, sepse Zagrebi e kishte vetëm shkollën e lartë për politikë sociale, derisa në Beograd ishte hapur edhe fakulteti në kuadër të fakultetit të shkencave politike. Kjo fakti që të dytë kanë qenë të shkolluar dhe kanë pasë profesion shumë të veçantë për atë periudhë, kanë kaluar edhe shumë vjetë më vonë derisa këto 2 fakultete ishin hapë. Fakulteti i shkencave politike është hapë vetëm pas luftës, derisa fakulteti i punës sociale është hapë tash shumë vonë rishtas. Për shkak të degës së veçantë edhe në ish Jugosllavi, vetëm në Zagreb ka filluar së pari fakulteti i punës sociale. Nana eme ka pas fat që t'jetë gjenerata e dytë e atij fakulteti dhe se kur e ka pas mentor një profesor shumë të veçantë akademik dhe 8 student të gjeneratës së saj për me punu diplomen kanë vazhduar që pjesën e punës së diplomës ta vijojnë dhe ta përfundojnë në Holland. Kështu që është pak interesante që edhe pjesën e punës diplomës edhe internshipin në atë kohë bëhet fjalë për vitet 57-58 dhe jeta në atë kohë në Zagreb ishte edhe shumë e pasur në kuptimin kulturor, kështu që ka qenë vijuse rregullt e koncerteve të operës së Zagrebit, po gjithashtu edhe të asaj që quhet Teatri Nacional i Kroacisë. Kjo ka bërë që derisa unë, prindërit e mi nuk janë të Prishtinës, baba im vinte nga Deçani, nana nga Gjakova dhe ishin njoft në punë në Prishtinë. Dhe jeta jonë kur ishim ne, e familjes tonë kur ishim fëmijë, ishte gjithashtu e përmbushur edhe me
një aspekt kulturor, prindrit e mi e vizitonin teatrin, në atë kohë teatri ishte si duket jo bashkë në fillimet e veta, mirë po ishte si qendër kulturore këtu, kështu që ne fëmijët ne jemi 3 motra, unë jam motra me e madhe, jo vetëm që gjatë ditës ishim gjithmonë me mungesë të prindërve për shkak punës, po edhe mbrëmjeve minimumi një herë në javë, sepse premiera ka pas shumë teatri këtu i Kosovës, i Prishtinës, kështu që edhe mbrëmjeve shumë shpesh duhej dikush tjetër të përkujdesej për neve. Kështu që mungesa e nanës si fëmijë ishte shumë e theksuar. Në fillim, ndoshta për shkak edhe të angazhimit të madh, mungesës së veturës ka qenë pak ma problematike me na dërgu në Qerdhe, edhe e kishim një grua e grupit etnik Hashkali, e ma vonë Rome, që kujdesej për neve. Mirë, kthehemi pak tek vetja jote, profesorish. Cilat kanë qenë dëshirat e tua si fëmijë për profesionin, për të ardhmen tënde, dhe sa ke mujt me imbri ato aspirata ndoshta me ditët e sotit, apo gjithçka ka ndryshuar me kalimin e viteve? Po kuptohet që fëmijët zakonisht e adhurojnë mësuesen e vet, kështu që unë adhuroj mësuesen, edhe më duke që profesioni më i rëndësishëm në botë është jesh mësuese. Edhe pse unë në ndërtesën ku jetonim në Prishtinë, kishte shumë pak shqiptar, prej fëmijë kishte pak, unë kisha shoqe në atë kohë vajzën e Gazmend Zajmit, Lyrën, edhe me atë kryesisht luanim në ndërtesën tonë, këtu që kisha perspektive edhe për profesione tjera përveç profesionit të prindërve të mi. Gjithashtu, komshi kishim Lezën dhe Gjevatin, kështu që për mu edhe aktrimi e teatri ishin shumë të rëndësishëm. Lezja shumë shpesh kujdesej për mu, për shkak se orari i saj i punës ishte tjetër, provat zakonisht i kishin pas dite, po e kisha edhe një shoqe të nacionalitetit të sërb, që e kishte nanën aktore, edhe më ndodhte që shpesh të shkoja me te me i pa provat që i bënin aktorët. Kështu që teatri ishte si pjesë shumë e rëndësishme edhe e jetës time në fëmininë e hershme. Pse vendose me studiu juridikun, me qenë se ke qenë e lidhur prindrit profesione tjera, e lidhur pak me pjesën e teatrit, ndërkohë që keni studiuar për juridikun. Pse kjo zgjedhje? Po, në shkollën e mesme, unë e kom pas atë fat, ndoshta edhe të keq, që bëhenin reforma të shumë të në arsim në kohën e ish Jugoslavisë. Edhe ishte një gjë relativisht e keqe, ose e keqe sepse reformat kur fillanin, testimi i tyre shumë shpesh fillante në Kosovë. Shtu që kishte filluar një lloj mësimi i orientuar ku më herët nxënësit orientoheshin në profesionet e veta. Edhe unë në vitin e parë edhe në vitin e dytë gjimnaz, isha më shumë e orientuar dhe më pëlqente matematika. Në gjimnazë kishim një profesor shumë të mirë të matematikës, edhe dallohesha për matematikë. Mirë, po një gjë e dija, atëherë ishte shumë në mod të studiohej mjekësia, e dija që nuk dua, ma shumë e dija se çfarë nuk dua, se sa çfarë dua. Kështu që nuk doja ta studioja mjekësinë, edhe pse më pëlqente kimia shumë, nuk doja të studioja shkencat e natyrës, sepse nuk
kisha dëshirë më të punoj në arsim, në atë kohë me shkencat natyrës kryesisht përfundonin në arsim. Ajo që mbetej, kisha dëshirë me studiu psikologji, nuk ka pas psikologji këtu në Kosovë, e prindërit e mi, edhe pse vetë kishin studiu jashtë Kosovës, nuk kishin dëshirë që unë me qenë se jetoja në Prishtinë, universiteti ishte këtu, të dera e shtëpis, me shku në dikun jashtë, atëherë shkova për shkak të mësimit të orientuar, me njerë mas vitit 2 duhet të orientuarshim dika, shkova në këtë drejtimin juridik. Edhe atje ma shumë më pëlqente matematika, madje profesoresha ime e matematikës ishte shumë e dëshpëruar që unë do të studioja drejtsinë e jo matematikën. Po, kështu që për fat edhe një grup i madh i shoqeve të mia, ato që i kisha në shkollë fillore dhe në 2 vitet, realisht në 2 vitet e para në gjimnaz Sot Sami Frashëri, e filluan studimin në fakultetin juridik, kështu që u bëm bashkë me shoqe. Po, unë kur fillova studimet, edhe pse jo me shumë dëshirë, atëherë u përkushtova shumë seriozisht. Absolutisht, dhe sot jeni një nga profesoreshat më të suksesshme që ka pa asnjë diskutim në fakulteti juridik, për shkak të kontributit të gjatë që keni dhënë në këtë institucion. Po, mirë, po, unë prej gjatë studimeve isha shumë studente e mirë, kështu që edhe më hapën dyrë që të punësohesha në fakultetin juridik, fillimisht si asistente, e në atë kohë universiteti si edhe gjithë Kosova hynë në periudhën më të vështirë të vetën, edhe gjatë studimeve terrori sërb ishte pandërpre prezent në universitet dhe përfundimisht u përjashtuam të gjithë nga objektet e fakultetit. Natyrisht, po flasim për periudhën e viteve 90-ta. Periudhën e fundit viteve 80-ta dhe fillimin e viteve 90-ta. Dhe fakulteti jonë ishte prej fakulteteve që më miri u mobilizua për të mos e humb asnjë afat provimeve dhe asnjë ditë të vitit akademik dhe u vendosëm në shtëpi shkolla private. Po e qartë. Mirë, profesoresh, është koha që këtë emision ta nisim me një pikë muzikore për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që në pjesën e dytë vim me hapjen e kartave në 3 perspektiva të jetës tënde. Të dashur dëgjues, është koha tani të rikthehemi dhe në fakt nisim këtë emision me një pikë muzikore, ndërkohë që ju asesi mos u largoni nga valët e Radio Kosovës, sepse pas pak profesoresha e nderuar Gjulieta Mushkolaj do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Dhe përtej asaj, përtej figurës së saj publike dhe faktit të mësimdhënies, do ta mësoni më tepër se si është ajo në thellësinë e saj si personalitet. Me së dashur Radio Kosovës, jemi sërish bashkë në studio, po ju shoqëron emisioni Hynesha, me ju jam unë Elvana Shala, e sonte përballë me është profesoresha universitare Gjulieta Mushkolaj, e cila po besoj tani është gati për bërhapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. I gati? Po, faleminderit. Zgjedhë një kartë nga e kaluara, në fillim, në mes, në fund, ku të duash. Ma jep? Profesoresha, shkoj me të parat. Çfarë mendimesh të pakëndshme keni zakonisht për atë që keni diskutuar? Kur rikthehesh në retrospektiv, në të kaluarën tënde, cilat janë mendimet më të pakëndshme që të vinë në mendje për situata të ndryshme? Nëse fjala për fëmininë e hershme, për fëmininë e hershme, unë ju tregova që për mua gjatë kohës kur prindërit ishin në punë, për mua kujdesej një grua që ishte e grupit etnik rom, me qenë se ajo kujdesej për mua, ishte si pjesë e familjes, unë jo vetëm që e njësha atë, po shumë shpesh shkoja edhe për vizit në familjen e saj, për mua si fëmijë nuk kishte ndonjë dallim mes nesh dhe familjes së saj, përveç kuptohet standardit jetësor.
e vreja që kur dilnim ndonjëherë në park, gjatë ditës, njerëzit të shikonin ndryshe, edhe mbrente gjithmonë ajo pse njerëzit atë e shikonin ma ndryshe se sa të tjerët. Edhe ky lloj diskriminimi për cilin unë nuk dija, më brente shumë. Shumë ma vonë e kuptova dhe ajo mas qaroj që ata janë njerëz me ngjyrë, nuk kanë drejta si kur gjithë të tjerët, kryesisht janë gjithë të pashkolluar, as shteti nuk kujdesej që ata t'i vjanin spaku mësimet në shkollë fillore edhe pse me ligj ishte obligueshme, që fëmijët e tyre në shkollë nuk dëshironin me shku sepse trajtoheshin keq edhe nga mësuesit, edhe nga shokët dhe shoqet. Kështu që Ngelet kjo periudha më e pakëndshme? Kjo është një periudhë e pakëndshme. Më vonë, periudha tjetër e pakëndshme ishte periudha që kishte të bënte me faktin që si shqiptar ne edhe për shkak të regjimit komunist nuk guxonim të flisnim jashtë shtëpisë atë që e dëgjonim në shtëpi. Edhe ky kufizimi i lirisë shprehjes ishte diçka me të cilin ne ishim të edukuar, edhe me çka vërtet ishte të jetë problematike për zhvillimin normal një fëmiu e ma vonë të një të riu. Ishin biseda të cilat ishte vështirë dhe kufizimet kuptohet i kishin të gjithë që vreheshin edhe në bisedat në mes të njerëzve të ndryshëm. Njerëzve, po edhe në mes shokëve e shoqeve. Si e sot profesoresh këtë fakt? Si e çështjen e diskriminimit e fole karshi etnive të ndryshme dhe faktin e lirisë së shprehjes që e kemi, po keq përdoret kjo tani? Nuk e besoj, ne ende kemi barjera shumë serioze sa i përket lirisë së shprehjes. Pse mendon që kemi barjera serioze? Kemi barjera sepse përvoja shumë e gjatë edhe e jetës patriarkale, po edhe përvoja shumë e gjatë e regjimit komunist dhe frerët që prindrit ton ja kanë vendos vetës sa i përket shprehjes së lirë, edukatës që ja kanë dhënë fëmijëve vet. Kjo shkon me disa gjenerata dhe është vështirë të shlirohet njeriu prej kufizimeve të këtilla. Këto duhet sistemi shkollor të jetë i tillë në mënyrë që ti shliroj njerëzit nga frejt e këtil, sepse ky problem bartet gjenerat mbas gjenerate. E kemi edhe problemin tjetër. Gjatë luftës ka ndodhë lufta përveç humbjeve në jetët e njerëzve, përveç humbjeve në pasuri dhe prona, përveç humbjeve të cilat krijojnë trauma shumë të mëdha të njerëzit. Janë edhe traumat e tjera të cilat e kanë përcjell popullin ton që edhe nga periudha e komunizmit, si trauma ndërbrezore, edhe traumat e periudhës, traumat shumë serioze që kanë qenë në periudhën e atij 10 vjeçarit të tmerrshëm të apartheidit madh që është përcjell me dhunë të dukshme dhe të sidomos të padukshme. Në luftë edhe në periudhë të apartheidit, ajo që lëndohet, thehet, cënohet dhe shkelet në mënyrën më të vrasht është diniteti i njeriut. Dhuna dhe dhunimet që kanë ndodhur gjatë luftës. Tash po e shohim që gratë nuk kanë qenë të vetme edhe pse dhunimi ka qenë masovik në mesin e grave, po
nuk i kanë shpëtuar shëmtive të tilla dhe hororeve të tilla as burrat, është një plagë shumë e madhe për cilin mungesa e lirisë shprehjes ka bërë që të ngulfatet në vendet në vetveten tonë e për cilën o dasht 25 vjet që më shumë se 20 vjet që të fillohet e të flitet në mënyrë publike. Vetëm me Vasfi e Krasniqin është thy kjo barierë e madhe për të qenë debat serioz publik, sepse vetëm debati i tillë publik mund të na çliroj. Gjithsesi urojmë dhe shpresojmë që mos të ketë keq interpretime të lirisë së shprehjes natyrisht dhe keq përdorime të saj, sepse jemi dëshmitar të faktit që në masë të madhe aktualisht është duke u keq përdorur sidomos në rrjetet sociale. Kemi një gjuhë të urrejtjes të jashtëzakonshme në rrjetet sociale që në fakt afekton secilin prej nesh, sidomos personat publik. Megjithatë, liria e shprehjes është aq e shejtë dhe gjuha e urrejtjes kuptohet se cila shoqëri përmes institucioneve të veta duhet atë ta kontrolloj. Mirë, po kontrollimi ne për shembull kemi kufizimet edhe ligjore për ta kufizuar gjuhën e urrejtjes, po ajo fenomeni që po ndodh dhe sidomos është është tragjik te fëmijët dhe të rinjet, është bullizimi që bëhet përmes mediave sociale. Ne kemi edhe fenomenin tjetër që realisht është edhe vepër penale, është shantazhi që ju bëhet sidomos vajzave të reja, e të cilat për shkak të mungesës edukimit të duhur edhe në shkolla, se shumë shpesh familjet për shkak të barierave të ndryshme dhe patriarkale nuk din t'i edukojnë dhe t'i fuqizojnë fëmijët e vet për tu sidomos vajzat për tu ballafaquar me shantazh. Këtu kemi një dështim shumë serioz edhe të shkollave për t'i mobilizuar dhe të shtetit përgjithësi, po këtu arsimi e luan një rol shumë të rëndësishëm. Nuk ka trajnim të duhur të vajzave për t'u ballafaquar me shantazh, trajnimet duhet bëhen edhe në kuadër të lëndëve mësimore, po duhet të jenë edhe ekstrakurrikulare në për shkolla. Unë e kom pa që këtu nuk ka në edukim specifik e shantazhi është vepër penale. Bullizimi i fëmijëve është tejet serioz dhe këtu duhet një trajnim shumë serioz edhe nga gjithë shoqëria dhe shteti. Po sidomos duhet jetë pjesë shumë serioze e edukimit të personelit arsimor. Mungesa të fëmijët të bullizimi, sa e kom vrejt, fillon nga mësuesi, fillon nga triturit nga familja fillimisht edhe mandej zërohet. Nga familja po edhe nga mësuesit. Mësuesit nuk e vrejnë veten që janë të parët që bullizojnë, po. Bullizojnë. Mirë, çka thotë tashmja në këtë pikë, profesoresh, zgjidhe një kartë. Krejt me të parat, po shkon profesoresha. Ekzistojnë dy mekanizma në psikik, njëra lidhet me aftësinë për t'u treguar të tjerëve emocionet tona, dhe tjetra është aftësia jonë për t'i dëgjuar të tjerët të përballojnë emocionet tona, cili mekanizëm është më dominues në rastin tuaj. Në këtë rast, ti më shumë u tregon të tjerëve emocionet e tua, apo je e aftë t'i dëgjosh të tjerët për emocionet e veta? Cila është profesoresha? Unë e besoj që të dyja njëkohësisht, nuk e kam problem që ti të tregoj për emocionet e mia, mirë po më duket që jam relativisht e shkathtë për të frenuar shpërfaqjen e emocioneve të mia në raste të caktuara. Për shembull, mund të jem shumë nervoz rreth situatës në të cilën gjendem, mirë po e kam ndërtuar një lloj aftësie që të mos vrehet nga të tjerët. Ndoshta pse e ke bërë këtë gjë gjatë jetës, profesoresh, je zhgënyer ndoshta me faktin që je shprehur shumë apo është për çështje personaliteti? Nuk është që është më shumë çështje personaliteti, sa është
çështje e trajnimit personal, puna e secilit prej nesh na bën që ne duhet të punojmë pa marrë parasysh se si ndjehemi, ne duhet ta udhëheqim një projekt sa do të lënduar që mund të jemi nga pjesëtarët e ekipit me të cilin punojmë, gjithashtu kam pas rast gjatë përvojës time përveç punës në universitet të isha e angazhuar në shumë projekte të mëdha të shtetëndërtimit të Kosovës për një periudhë gjatë atij 10 vjeçari të sundimit të mizor të Miloševićit. Unë kam punu me qeveri amerikane, kam pas rast që t'jem në konferenca të rëndësishme, kam marrë pjesë në konferencën e Rambujës, dhe ato ishin ndoshta ditët më delikate dhe më të vështira në për cilat ka kaluar populli ynë. Dhe krejt kjo sigurisht ka mësu që me mbajt emocionet që mos të dukem realisht ashtu si që ndihem dhe gjithashtu me pas mundësi me qëndru pa i tregu emocionet e mia edhe kur tjerët spaku dukeshin të unë se nuk janë duke punuar në mënyrë shumë racionale. Qartë. Çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Tash po e ndroj pak. Hajde. Në lidhje me 2 kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Për të përmirësuar ose zgjidhur temën që po diskutohet, mund të jetë më mirë të përdorni meditim, lutje, relaksim ose vizualizim. Çfarë mendoni se mund të përdorni dhe pse? Për ta thjeshtësuar pyetjen, cila është më e përshtatshme për profesoreshën, meditimi, lutja, relaksimi apo vizualizimi në situata të caktuara? Ndoshta vizualizimi. Pse? Sepse në këtë mënyrë jam e aftësoj vetveten që me parashiku se si mund të i kalohet një situatë dhe çfarë e ardhme mund të ndërtohet përkundër situatës në për cilën kalohet. Mirë, interesante kjo. A ke mundur të ja dalësh në përmes vizualizimit të kalosh situatat e vështira që ke pas një jetë? Po, shumë shpesh, në periudhën e viteve kur hartohej kushtetuta, unë kam qenë një prej anëtarëve të komisionit kushtetues dhe në komisionin kushtetues i kam pas 2 role të rëndësishme. E kam udhëheq debatin publik dhe e kam udhëheq edhe kapitullin për të drejtat e njerëzit. Këto në këtë punë unë jam dashur që të ballafaqohem me disa sfida shumë të rëndësishme. Kushtetuta jonë hartohej ishte kushtetuta shekullit 21. Dhe nuk mund të ishte kushtetutë që do t'i përngjante edhe në kuptim të ndërtimit të normave juridike si kushtetutat e disa vendeve tjera që ishin kushtetuta të fundit shekullit 19 ose të shekullit 20. Kushtetuta jonë duhet të përfshinte në vetvete të arriturat, sidomos evropiane për sa i përket respektimit të drejtave të njerëzit. Kuptohet kushtetuta kështu përgjithsisht duhet të bazohej edhe në dokumentin e Ahtisarit, në paketin e Ahtisarit, sepse paketi Ahtisarit në momentin kur filloi hartimi i kësaj kushtetute, versioni ky që kemi, Kuvendi i Kosovës vetëse e kishte miratuar paketin e Ahtisarit në mënyrë unilaterale. Ne, komisioni kushtetues ishte përbëhej nga përfaqësuesit e partive politike dhe përbëhej partive politike që ishin në pjesë e Kuvendit Kosovës
dhe përbëhej, kjo formul ishte e përcaktuar në vetë paketin atisarit, dhe përbëhej nga dy përfaqësues të shoqërisë civile. Ishte interesante që të dy përfaqësuesit e shoqërisë civile ishin gra, njena përfaqësuese ishte në një farë mënyrë sipas detyrës zyrtare, sepse ishte kryetare e odës avokatëve të Kosovës, ishte Liria Osmani, edhe paramendoni në atë kohë, qysh nga vitet e 90-ta dhe mbas luftës, oda avokatëve të Kosovës dhe kishte në krye të saj një grua, po asnjëherë më, tash me zhvillimin e shoqërisë, nuk po ka sukses që të zgjedh grua në krye të saj. Po sigurisht do të ndodhë kjo në të ardhmen patjetër. Po në të ardhmen, po si duket në një të ardhme më të largët. Ta shohim, vetë ta shohim. Grup pjesëtarja tjetër e komisionit kushtetues isha unë, edhe unë isha kryetare e bordit të Civikostit, e që ishte platforma më e madhe e organizatave jo qeveritare në Kosovë. Komisioni kushtetues, kështu siç ishte, kishte edhe një grua, një risën më të mirë që e kishim atëherë. Për të kthyer tek temat ka ndihmu vizualizimin, realizimin e gjithë kësaj. Sepse jemi drejt fundit të pjesës. Po deshta vetëm edhe ta përmend këtë gjë, se pjesëtarët e komisionit kushtetues ishin njerëz që i përkesnin ideologjive të ndryshme, dhe për të arrit këtë standard të garantimit të lirive dhe drejtave individuale që e ka kushtetuta, ishte shumë e rëndësishme që të i kaloheshin dallimet shumë serioze, sidomos ideologjike, për të pas këtë kushtetut me këto garanca që i ka dhe me mundësit e zhvillimit për të ardhmen. Dhe parashikimi, vizualizimi i të ardhmes dhe shfrytëzimi i një vizualizimi të tillë kishte bërë që të kem sukses edhe t'i bind antarët e tjerë të komisionit kushtetues që disa dispozita kushtetuese të jenë për të ardhmen. Natyrisht. Mirë, jashtëzakonisht strategji e bukur kjo për të arritur ato që në fakt edhe janë arritur sa i përket hartimit të kushtetutës. E dashur është koha që sërish të rikthehemi muzikës për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që ju asnjëse mos e ndroni kanalin e Radio Kosovës, pas pak vim me raundin e dytë të hapjes së kartave të profesoreshës Gjulieta Mushkolaj. Të dashur dëgjues Radio Kosovës, jemi sërish bashk në emisionin Hynesha, tash është koha për raundin e dytë të hapjes së kartave të profesoreshës Gjulieta Mushkolaj. E dashur e gati. Po. Zgjidhni kartë nga e kaluara. Me të fundit tash, a? Po. Në lidhje me atë që sapo keni diskutuar, çfarë ndjenjash pozitive përjetoni më shpesh? E folëm në raundin e parë për ndjenjat negative, tash flasim për ndjenjat pozitive, kur e kujton të kaluarën, cila pjesë është më pozitivja për ju? Nga e kaluara, po. Pjesa më pozitive për mua është pjesa kur kam punuar në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës. Pse? Sepse isha pjesë e gjeneratës së parë të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, kur ndërtohej gjykata kushtetuese realisht dhe gjyqësia kushtetuese në Kosovë. Ne në Kosovë kuptohet për arsyena politike, për shkak se kur Kosova e ka shpallur pavarësinë, pavarësia ka qenë mbikëqyrur ndërkombëtarisht dhe për këtë arsye në gjykatën kushtetuese përveç gjyqtarëve vendor ishin edhe 3 gjyqtarë ndërkombëtar, po e arritur e rëndësishme që e Kosovës ishte fakti se gjyqtarët ndërkombëtar ishin njësoj të obliguar që të betoheshin në Kushtetutën e Republikës Kosovës, njësoj sikurse edhe gjyqtarët vendor. Ata me përkushtimin më të madh kanë punuar pas një dallim me ne, që të ndërtohej gjyqësia kushtetuese sidomos sa i përket garantimit të lirive dhe drejtave individuale me standardet më të larta. Dhe ajo punë jona në fillim, gjatë asaj periudhe,
sa ishte mandati fillestar I gjykatës kushtetuese, është edhe më tutje duke mbajtur gjykatën kushtetuese në nivel shumë të lartë edhe evropian. Tash shpresohet që ne do të bëhemi shpejt pjesë e Këshillit të Evropës dhe gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës do të ketë mundësi që të shihet edhe para institucioneve tjera, sidomos kur të bjen edhe të sfidohen vendimet e saj edhe në gjykatën evropiane për drejtat e njerëzit. Kjo I bie që keni lënë gjurmë jashtëzakonisht të mira si gjenerat e parë e punës në këtë institucion të rëndësishëm shtetëror. Çka thotë tashmë në këtë pikë, zgjidheni qartë? Ndarja është një mekanizëm mbrojtës në të cilin një person shpreh ekskluzivitetin e tij ose të saj, duke përjetuar botën vetëm në kategoritë bardhë dhe zi. Për shembull, një person është ose I mirë ose I keq. Ata kanë bërë gjithçka ose asgjë. Rrethonat janë ose ideale ose katastrofike. Kur dhe si e përdorni ndarjen si mekanizëm mbrojtës? Jepe një shembull. Të rastisti ndash gjërat në jetë të shohësh ose në variantin e mirë ose në variantin e keq, apo preferon të kesh një mendim plot të ngjyra në këtë pikë? Unë kam dëshirë dhe luftoj shumë që të shoh gjërat me gjitha ngjyrat që I kanë. Po fatkeqësisht sikurse edhe gjithë të tjerët rastisë për shkak gjendjes emocionale që ndonjëherë ti shohim gjërat bardhë dhe zi. Edhe pse luftoj këtë gjë shumë, megjithatë shpesh edhe unë bi prej ndjesive ose energjive të ndryshme, edhe pse me pikpamje nuk jam e tillë, po megjithatë nëse diçka më duket e keqe, mundohem që ti largohem. Nuk kam dëshirë të konfrontohem me njerëz, mirë po nëse dikush më shgënjen, unë veç nuk kam dëshirë që të kem punë më me te. Të kesh kontakt me të. I bie që profesoresha ka vijat e saj të kuqe në shumë situata? Apo je më tolerante? Kam vijat kuqe, po mundohem të luftoj. Mos me ardhë deri në atë pikë. Më shumë ke toleruar në jetë apo je toleruar në jetë? Në situata të ndryshme. Më duket që të dyjat. Jeta është gjithmonë shumë më e pasur se sa që ne jemi të vetëdijshëm edhe kam përshtypje që secili njeri gati njësoj toleron dhe tolerohet. Mirë, çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni. Tregoni në çfarë ju duhet të investoni më shumë kohë për të arriturat. Cili është qëllimi yt në një të ardhme të afërt për cilën do të punoj, profesoresha, dhe çka mendon se duhet të investosh më shumë kohë për të arriturat? Unë gjithmonë kam bërë përpjekje edhe I kam gjetë mënyrat që të lë gjurmë për sa I përket avancimit dhe përparimit të lirive dhe drejtave të njerëzit këtu. Sidomos bëj përpjekje që të përparon sa më shumë respektimi I lirive. Kjo është edhe arsyeja sepse liria e shprehjes për mu është tejet e rëndësishme, e konsideroj të shejt, edhe konsideroj që kufizimet e saj duhet me qenë sa më të kontrolluara. Kuptohet, ne nuk guxojmë të jemi viktima të lirisë së shprehjes së dikujt tjetër që mund të jetë edhe I paftyr, po megjithatë kufizimi I lirisë së shprehjes të jetë shumë I kontrolluar dhe të mos prek në bërthamen e rëndësisë së lirisë së shprehjes. Ajo që për mua është e rëndësishme është që të kemi kujdes dhe të kemi rregullim pak më serioz edhe të një aspekti tjetër
të rëndësishëm dhe që është komponente e rëndësishme e lirisë së shprehjes, se ky është pluralizmi i mediave. Ne mund të themi kemi shumë portale, edhe ka pluralizëm, kemi medium publik, kemi shumë media private, po pluralizmi është pak më i thellë se sa ndukje, se një njeri mundet me qenë pronari 200-300 portaleve, dhe kjo nuk e bën me pas pluralizëm. Pluralizëm është kur ne si qytetar e dim se kush është mrapa portaleve, kush është pronari tyne, kush është ai, kush është ai person me emër e me mbiemër ose kompanie caktuar që ka që është vendimmarrës në kuptim pronësor. Kështu që këto gjëra nuk ka mundësi të mos abuzohen pa pas na mundësi edhe në fundit edhe ky raport i fundit e progresit këtu e të tregon se e qalon Kosova. Sepse liria e shprehjes e nënkupton edhe drejtën në informim. Dhe për me realizuar drejt në informim, na duhet ta dim kush është mrapa në kuptim financiar të atyne mediumeve që neve na servojnë informacion. Gjithsesi, ne urojmë e dashur natyrisht që raporti i progresit i sapo dalur i Bashkimit Evropian në vitin e ardhshëm të paktën të ketë vërtet progres më të madh sa i përket lirisë së shprehjes dhe të jetë një raport më pozitiv për Kosovën në këtë aspekt. Kemi ardhur në fund të raundit të dytë, tregom si po ndihesh në këtë pjesë të emisionit. Shumë bukur dhe pyetjet ishin shumë interesante për të cilat asnjëherë nuk jo që s'kam pas kohë, po nuk kam mendu pak më shumë që ti analizoj këto çështje që vërtet janë shumë të rëndësishme. Mirë dashur, në këtë pikë të emisionit e kam zakon të pyes hyneshat se sa janë të lidhura me muzikën, sa kanë kohë të dëgjojnë muzikë dhe ju pashkas po ta bëj këtë pyetje. Kam kohë me dëgju muzikë edhe atëherë kur ndoshta nuk më vjen mend, unë e kam burrin jo vetëm jurist, po e kam muzicient, është Naser Gjinovci, që ka dhënë me kemi pas koleg. Po, edhe ka dhënë kontribut edhe vazhdon të jep një kontribut edhe për zhvillimin e muzikës. Artit dhe muzikës. Mirë, cila do të ishte një këngë që ne mund të aplozojmë për ty sonte në valët Radio Kosovës? Ndoshta kënga e Nasirit Brezi im. Mirë, atëherë unë do të los deskon e muzikës që dëgjojmë pikërisht këngën Brezi im të super këngëtarit Naser Gjinovci, ndërkohë që rikthehemi me raundin e tretë dhe të fundit, vetëm pas pak, qëndroni me ne. Kemi dëgjuar kështu bashkë Naser Gjinovcin dhe këngën e tij Brezi im për dëshirën e hyneshës sime për sonte që është Gjulieta Mushkolaj, e cila tani e ka radhën e hapjes së kartave të raundit të tretë. A e gati? Po. Zgjidhni një kartë nga e kaluara. Interesante, çfarë mendimi keni për veten tuaj? A ke menduar ndonjëherë? Jo, nuk kam menduar, po ajo që unë besoj që më karakterizon është të qenit shumë fair me të gjithë. Me të gjithë, me veten dhe të tjerët. Sa kanë qenë të tjerët fair me ty në këtë rast, profesorish? Meqense se keni një bagazh shumë të madh edhe profesional, po edhe personal të jetës. Po, ka pas njerë që kanë qenë fair, po edhe të tillë që s'kanë qenë fair, po jeta është shumë e larmishme, edhe kjo është shumë normale. A është fair profesoresha edhe në dhënien e notave? Në provime? Besoj që po. Jam fair dhe mundohem gjithmonë me qenë e paanshme. Sa je e kënaqur me gjeneratat cilat aktualisht po i arsimon? Ka dallime prej është interesant, ka dallime, sidomos ka dallime prej periudhës me njëherë të pas luftës. Ajo periudha e 10 vjeçarit mizor të Miloševićit ka lënë gjurmë të veta edhe sidomos traumat e luftës, gjitha peripetit në për cilat populli ka kaluar. Çfarë ndryshimi ka prej atëherë? Është ndryshim pozitiv? Ndryshimi është shumë pozitiv, sidomos këto gjeneratat për mua, me qenë se punoj edhe me vitin e parë, edhe me vitin e katërt, edhe me nivelin master, edhe me doktoratur.
ajo që mua po m'len përshtypje të studentët e ri është se gjeneratat e pas pandemis janë dukshëm më të mira se gjeneratat paraprake. Ndoshta edhe zhvillimi i internetit, këto 2 vjet e fundit, sidomos inteligjenca artificiale, i ka bërë studentët të kenë më shumë qasje në informata, të jenë më shumë në hap me botën, edhe më të thellë, natyrisht. Më të thellë, edhe mos të kenë bariera të shumta gjuhësore. Natyrisht. Çka thote tashmja në këtë pikë, zgjidheni një kartë. Dhe është shumë e bukur dëgjojmë që gjeneratat kanë avancuar për të mirë, natyrisht nga koha e së kaluarës me sot. Zhvlerësimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin krijohet një opinion tepër negativ për veten, të tjerët ose rrethanat, siç është besimi, gota është gjithmonë gjysmëbosh. Kur dhe si e përjetoni zhvlerësimin si mekanizëm mbrojtës, jepe një shembull. Për ta thjeshtësuar, ka pasur raste që je ndier e zhvlerësuar në jetë? Nashta jam zhvlerësuar, po nuk e di, nashta kam shumë vetbesim, edhe pse nuk dukem e tillë, po nuk kam përjetuar që të ndihem e tillë. Nuk e ke lënë veten të ndihesh e tillë. Nuk e kam lejuar asnjëherë, sidomos që nga fillimi i shkollës mesme, kur jam e vetëdijshme, po mendoj mbas përfundimit të shkollës fillore, edhe pse ndoshta më kanë zhvlerësuar, unë asnjëherë nuk jam ndi e tillë. Përkundrazi, ndoshta edhe më ka ardhur keq për ata që kanë bërë përpjekje, ndoshta edhe para publikut më kanë zhvlerësuar, po asnjëherë nuk jam ndije e tillë. Këto sinqerisht po ju. Po, kjo është e mira, ndoshta kur dim të vlerësojmë veten edhe përballë zhvlerësimeve që mund të na sjell jeta. Po, ndoshta edhe është fakti se gjithmonë kam pas qasje në më shumë informata, si fëmijë kam lexuar shumë, si fëmijë edhe ata i falenderohem prindve të mi, se që nga mosha 4 vjeç kam ndjek kurse të gjuhës angleze, kështu që kam pas qasje më shumë literaturë ndoshta se moshatar tjerë të mi. Dhe kjo të ka bërë edhe të fitosh vetbesimin, po edhe të shohësh botën ndryshe. Ti shoh njerëzit këtu, jo vetëm në bazë parametrave tonë shoqëror, por në mënyrë shumë globale. Mirë, kalojmë tek karta e fundit për këtë edicion që është e ardhmja. Është pak a shumë e njëjtë me kartën paraprake për cilën vetë se u përgjigje, po et fjalë për qëllimin për cilin do të punoni dhe cili është hapi i parë që do të ndërmerrni, do të preferoj ata ndryshojmë një kartë tjetër. Dhe një kartë tjetër. Edhe kjo është pak a shumë e njëjtë, flet për qëllimin, e folëm një herë për një qëllim. Në lidhje me 2 kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një vendim në lidhje me temën për cilën keni folur. Si do të veproni për ta arritur atë? Për ta bërë më të gjeneralizuar, cili është një vendim që shumë shpejt në një të ardhme të saj do ta ndërmarr profesoresha dhe si do të veprosh për ta arritur atë? Kjo ka të bëjë më shumë me jetën tënde. Vendim që do ta merrja ato vendimet të gjithmonë vinë në bazë të situatave në për cilat të kalojmë. Ajo që ndoshta atë që e bëj zakonisht, dhe bëj që pozita e gruas në shoqërinë tonë të avancoj, dhe kur them pozita e gruas e nënkuptoj ndërtimin e disa mekanizmave të cilat i duhen në shoqërisë tonë që gruaja të ndihet më e lirë për të marrë vendime brenda familjes dhe për vetveten. Në mënyrë që të jetoj pa frikë, dhe frika me cilën ballafaqohet secila grua nuk është atë shumë frikë në kuptim fizik, po është frikë e cila
me cilën se cila grua ballafaqohet për shkak mekanizmave patriarkal që i kemi të shtrirë, madje edhe nëpër institucione, e që është përdorimi i mekanizmit turpërimit. Kështu që të thehet mekanizmi i turpërimit është një gjë shumë e rëndësishme për të ndier se cila grua më e lirë dhe më e vlerësuar dhe të ketë më shumë besim në vetvete. Sepse shtypja vërtet të ne ende edhe në shekullin 21 bëhet përmes mekanizmit të turpërimit. Kjo është e vërtet. E dashur, kaq ishin minutat e hapjes të kartave të jetës tënde. Unë e di që me një personalitet si ti do mjaftonin orë të tëra për ta elaboruar. Megjithatë, kjo është minutazha mediatike që ne kemi të rezervuar për këtë emision. Krejt në fund e dua një porosi tënden, edhe po ashtu dua di se si po ndihesh tani pas hapjes së kartave në këto 3 perspektiva. Kam përshtypjen që është hera e parë që flet në këtë dimension për veten tënde. Faleminderit, vërtet ishte emision shumë interesant, më keni bërë me mendu për gjëra që zakonisht në jetën e përditshme nuk kam kohë të mendoj. Ajo që për mua është e rëndësishme që të rinj ta vlerësojnë më shumë vetveten, edhe pse po më duket që gjeneratat e reja janë më me vetbesim se sa më herët, po megjithatë të mos lejojnë që ndonjë ngjarje në jetë, sjellja e të rriturve ndaj tyre, sjellja e grupeve të ndryshme shoqërore t'i bëj që të humbin vetbesimin. Shumë porosi e bukur dhe e rëndësishme, jo vetëm për gjeneratat e reja, por po besoj për të gjithë njerëzit. E dashur, edhe njerë faleminderit shumë, kisha nderin dhe kënaqësinë e veçantë me të pas pjesë të këtij emisioni. Ju faleminderit. Ishte kënaqësi. Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu në një bashkëbisedim shumë të këndshëm me profesoreshën universitare Gjulieta Mushkullaj, me të cilën në fakt do duhet flisnim edhe shumë gjëra të tjera, por kjo është minutazha e rezervuar për këtë emision. Bashkë me mua Elvanën dhe një ynesh tjetër, takohemi javën tjetër, ndërkohë që ju mos e harroni porosinë e profesoreshës që asgjë mos t'ju bëj ta humbni vetbesimin tuaj në jetë. Gjithë mirat.